Përqindje e madhe e fëmijëve në vendin ton janë analfabet funksional, thot kështu drejtori i Institutit për Hulumtime Sociologjike dhe Politiko-Juridike Petar Atanasov, duke u bazuar në hulumtimet e instituteve dhe organizatave ndërkombëtare. Sipas Atanasov, kjo nuk mund të eliminohet si fakt, në rast se mësuesit nuk punojnë në mënyrë më aktive dhe në rast se nuk ndryshohet metoda se si mësuesit punojnë me fëmijët dhe nxënësit. Ako se na vratime na sita analizi Nëse mbështetemi në analiza relevante që bën nga organizata ndërkombëtare si ECD dhe UNESCO, del që kemi përqindje të madhe të fëmijëve që janë analfabetë funksional. Kjo nuk mund të ndryshohet derisa nuk ndryshohet mënyra se si punohet me fëmijët. Arsimi dhe programet arsimore janë proces, por derisa mësuesi ose mësuesit nuk kanë rol më aktiv edhe nuk punojnë me fëmijët, kjo nuk mund të arrihet. Duke u bazuar në rezultatet e një hulumtimi të bërë nga Instituti për Hulumtime Sociologjike dhe Politiko-Juridike, Atanasov thot se interesimi për mësim dhe lexim bie brez pas brezi. Atanasov deklaron mes tjerash se nxënësit e klasave më të ulta do të kenë rezultate edhe më të dobta në testimet ndërkombëtare kur të arrijnë në klasë të 8. Që treba da se raboti na continuum. Duhet të punohet në kontinuitet. Fëmijët duhet të dëgjojnë, lexojnë, duhet të tregojnë, të flasin, të debatojnë, të shkruajnë, por edhe duhet të mësojnë se si të japin qëndrimin apo mendimin e tyre personal. Fëmijët duhet të mësojnë të mendojnë përmes diskutimeve për të gjetur zgjidhje. Ata në asnjë moment edhe në asnjë mënyrë nuk do të mësojnë asgjë nga një tekst i lexuar dhe i përsëritur. Hulumtimi tregon se 62% e fëmijëve që ndjekin mësim në klasën e 8 preferojnë videomateriale që u servohen nga interneti para leximit.